Sot jemi bashkarisht këtu për me nda gëzimin e përurimit një rrugë që ka qenë shumë e nevojshme për me u rikthy zhvillimi, për me u rikthy banorët, për me u rikthy dinitetin një vendbanimi të lashtë që ka dhënë edhe figurat ndritura për komunën tonë, për shtetin, për kombin. Ky vendbanim ka dhënë në mesin e shumë figurave, ka dhënë edhe hero të kombit që është emri i merdheve tokut, po ka dhënë edhe profesor universitar e ndërkombëtar që është profesor Ismail Hasani, që është njëkohësisht edhe nderi i qytetit komunës Shtimes. Besoj sikur të ishin gjallë ata do ta kishin përjetuar me mënyrë të jashtëzakonshme, sidomos profesor Ismaili që ka pas kauzë jetësore. Fshati ynë është fshat i rezistencës edhe të shekullit kaluar. Kemi rezistuar për shkak të parimeve, qysh atëherë, po vazhdojmë të rezistojmë edhe tash për shkak të parimeve. Ne jemi shumë të lumtur që kjo vepër është realizuar. Kjo vepër infrastrukturore do të ndihmojë shumë rujtjes së emrit, por edhe zhvillimit të këtij lokaliteti, i cili do të jetë një prej lokaliteteve që do të shënohet në hartën jo vetëm të komunës Shtimes, por edhe në hartën e përgjithshme si vend atraktiv edhe për investime, edhe për jetesë, edhe për gjitha aspektet.